Mirëpërshëndetje të gjithëve. Ky takim me drejtuesit politik, si edhe me drejtuesit e komisioneve të përhershme parlamentare, është vazhdimi i mbledhjes së zgjeruar të grupit parlamentar dhe të kabinetit qeveritar për të nisur një diskutim së bashku rreth dimensionit partisë në fazën e re ku ka hyrë vendi dhe ku kemi hyrë edhe ne si shumicë qeverisë. Dokumentin strategjik BESA e keni tani më në dorë, ky tjetri që është këtu e keni marrë dhe që e ndaj me ju sot fillimisht për një diskutim të brendshëm, quhet prania besnike dhe është aneksi i atij të parit. Prania besnike adreson vetëm partinë me synim që ta vendos atë në funksion të kthesës së mandatit 4. Dhe nëse herën e shkuar fola për qeverisjen e kësaj faze të re, sot duhet të flas për makinerinë tonë të partisë. Dhe duhet ju them se paralelisht me reflektimin përpara pasqyrës bulevardit të Flamingove, kam kaluar dhe disa kohë në Varrezat ku prehen historitë e partive dhe të lëvizjeve që fituan gjithçka, por që më herët ose më vonë humbën sfidën e vazhdimësisë së qëndrueshme të fitoreve të tyre. Të gjithë gurët në ato Varreza kanë të njëjtin mbishkrim. Asnjëri nuk e humbi pushtetin nga dëgjimi, të gjithë e humbën dëgjimin nga pushteti. Barack Obama fitoi në vitin 2008 me lëvizjen më të madhe vullnetare që kishte parë historia e demokracisë amerikane. Mbi 2 milion vullnetar, ose siç quhen në shqip patronazhist, aktiv, ekipe lagjesh me emra, me role, me përgjegjësira të matshme dhe të matura çdo javë, si dhe 13 milion adresa njerëzish të lidhur me kauzën. Një muaj pas fitores, cilën askush nuk e parashikoi në fillim, pastaj gjithë bota e admiroi në fund, ajo lëvizje vulkanike u ftoh, rrjeti nuk u zhduk formalisht, po u fut brenda zyrave të administratës dhe u vun shërbim të agjendës së shtëpisë bardhë. Protagonistët kryesor u kthyen në zëdhënës pushtetit të ri dhe kori më masiv i përcjelljes së një mesazhi politik në historinë e Amerikës u tret në lumenjtë të turmave të jetës përditshme. 2 vjet më vonë, në zgjedhjet e para të mes mandatit, makineria që kishte ma gjepsur botën nuk kishte më jetë. Dhe partia e presidentit pësoi njërin nga disfatat më të rënda në historinë e saj. Vetë Obama e ka pranuar më vonë si një nga dështimet më të mëdha politike. Ndërkohë që më poshtë në jug,
Partia e Punëtorëve e Brazilit, një tjetër fenomen i pazakont politik, kishte vendosur në Porto Alegre gur themelin më mbreslënës të së majtës botërore, gdhëndur në historinë e saj, buxhetimin me pjesëmarrje. 10 mijëra qytetarë vendosnin vetë me votë të hapur në asambleët e lagjeve se ku do shkonin investimet e qytetit. Uji dhe kanalizimet vajtën nga 75 në 98% të shtëpive. 4 mandate radhëzi, populli rizgjodhi Partinë e Punëtorëve. Pastaj partia fitoi Brazilin, kuadrot më të mirë të Porto Alegres ikën në përministritë e kryeqytetit. Energjia politike që e mbante gjallë buxhetimin me pjesëmarrje filloi të shteronte. Dhe partia që i kishte mësuar botës dëgjimin, humbi qytetin e vet një vit pas fitores kombëtare. Mekanizmi mbijetoi formalisht dhe për disa vite, por pa të njëjtën fuqi, pa të njëjtën pjesëmarrje dhe pa të njëjtin vullnet politik, derisa u fashit. Kutia e buxhetimit mbeti aty, por fryma që e kishte bërë kutin zemrën e komunitetit iku bashkë me ata që u futën në administratë. Nga kjo anë e oqeanit ka plot raste, por unë zgjohet të kujtoj këtu Francën, Emmanuel Macronin e ndërtoi partinë e tij në kohë rekord. Trokiti në 300.000 dyer, 5.000 vullnetar, 3 muaj, 25.000 bashkëbisedime të regjistruara me 5 pyetje të hapura, çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon në Francë. Përgjigjet u bën program dhe pasi ai fitoi presidencën, partia e tij fitoi edhe shumicën absolute në zgjedhjet parlamentare. Më pas, komitetet lokale mbetën në hartën e partisë, por pa funksion, pa autonominë dhe pa arsyen për të cilën njerëzit kishin hyrë në ato komitete. Zgjedhësit që u antarësuan për të qenë bashkautor të lëvizjes e gjetën veten spektator të një pushteti që fliste vetëm nga lart. Partia shkoi nga rënje në rënje, duke e lënë praktikisht për herë të parë mbas shumë vitesh presidentin pa shumicë dhe Francën me një fragmentim parlamentar krejt pazakont për historinë e Republikës Pestë. Podemos në Spanjë u bë parti me influencë të madhe në skakjerën politike me gjysmë milion antar, të regjistruar në platformën e vet digjitale, po kur erdhi dita që të votonin për drejtimin e partisë, votuan vetëm 59.000 prej tyre. Kështu zbuloi se regjistrimi nuk është pjesëmarrje, se një klikim nuk është angazhim dhe se një turm llogarisht digjitale nuk është ende një bashkësi politike. Ndërsa lëvizja 5Y në Itali, që u rrit duke u tallur me partitë e vjetra dhe që mori pushtetin, ja kishte besuar platformën e saj digjitale një shoqërie private. Kur filloi grindja në pushtet, partia mbeti pa asnjë kontroll mbi dhënat e veta dhe me votime të ngrira në çastin më kritik të jetës së saj. Themeluesi i saj shkruajti dhe nekrologjinë përpara jo shumë kohësh, revolucionarët hynë në pallatet e pushtetit për të ndryshuar pushtetin, pushteti ndryshoi ata. 5 vende, 5 parti e njëjta sëmundje. Filluan me vesh hapur, qeverisën me vesh mbyllur dhe pasi u ngjitën shpejt shumë lart, ran poshtë po aq shpejt. Por ka edhe një lloj tjetër sëmundje që besoj
ne na intereson edhe më shumë për ta kuptuar në skanerin e historisë së partive fitimtare. Është historia e partive që rrinë gjatë në krye, po që dëgjojnë vetëm nga njëri vesh dhe shikojnë vetëm nga njëra anë. Peronizmi kishte në çdo lagje të Argjentinës një njësi bazë, hapur gjithë vitin, ku Hallexhiu të gjendej ilaçi, dokumenti, thesi me miell, puna për djalin. Në pamje të parë tingëllon si prania besnike që unë po ndaj me ju sot. Por në fakt ndryshon prej pranisë besnike, siç ndryshojnë veshi dhe syri i smur nga dy kolegët e tyre të shëndetshëm. Sepse njësitë peroniste e jepnin ndihmën me kusht, dhe ndihmësi i lagjes matej nga partia me votat që dorëzonte. Prandaj ai nuk quhet më ndihmës, po quhet puntero, do me thonë sekser. Dhe populli e di që dera e shtetit hapet vetëm me çelësin e sekserit politik në zyrën e partisë. Mirë po erdhi një ditë e bukur që presidencën e Argjentinës e fitoi një njeri pa makineri territoriale që mund të krahasoj qoftë edhe teorikisht me peronizmin, me një llogari TikToku dhe me zemërimin e algoritmit si aleatin e tij më të madh. Kurse makineria më e madhe elektorale e Amerikës Latine u parkua në opozitë dhe aty thonë që do kaloj një dimër shumë gjatë politik. Por për këtë ne s'kemi pse shkojmë deri në Argjentinë, na afton të shohim komshien e vajtueshme që kemi në sallën e kuvendit, që u ndryshk dhe u bë teneqe krejt në opozitë. Në dukje smundja e ndryshkjes pasi mbushtetit gjatë mund të perceptohet si e pashmangshme, por nuk është. Është thjesht shumë më e përhapur se sa rastet e partive që kanë ditur të rezistojnë ndryshkjes edhe për kohë shumë të gjata, të cilat shkëlqen shembulli i Partisë Socialdemokrate të Suedisë. Socialdemokratët suedezë qeverisën praktikisht për 44 vjet me radhë. Ata ndërtuan vërtet një shtet social të admiruar nga bota, por themeli i suksesit të tyre ishte se në ndërkohë ndërtuan shoqërinë e tyre politike. Partia nuk ishte vetëm selia, ku shkonte aktivisti për të marrë porosit për fushatën, ishte sindikata, ku shkonte punëtori, kooperativa, ku shkonte familja, shtëpia e popullit, ku mblidhej lagja, dhe rrethi studimit, ku antarët nuk mësonin vetëm çfarë duhej të mendonin, po mësonin si të mendonin, si të flisnin dhe si të dëgjonin. Ata nuk e trajtuan qytetarin si klient të partisë, po si bashkëkrijuesin dhe bashkujdestarin e saj. Dhe partia nuk shfaqej vetëm kur kishte nevojë për shoqërinë, po ishte e pranishme aty ku shoqëria jetonte çdo ditë. Ndërsa partia që qeveris Singaporin prej më shumë se 60 vjetësh, ka rrënjosur një rregull që nuk është prekur për më shumë se 60 vjet. Deputetët, përfshirë ministrat, ulen rregullisht në lagjet e tyre dhe presin qytetarët një për një. Takimet nisin në mbrëmje dhe shpesh mbarojnë në mesnatë. Për çdo hall përgatitet një letër zyrtare, e cila u drejtohet ministrive, agjensive apo institucioneve përgjegjëse. Dhe kjo natyrisht nuk është më fushat, është ritual, ku njerëzit shkojnë si në kish apo si në xhami, po jo që t'i luten Zotit, po që të dëgjohen nga të zgjedhurit dhe nga qeveritarët e tyre. Sidoqoftë në këtë kontekst, prania besnike e Partisë Socialiste nuk mund të jetë as zyra e punteros Argjentinas, as portel ankesash dhe as një kopje shqiptare e ritualit Singaporit apo një tentative të shtuar nostalgjike për partitë e masave të shekullit kaluar.
Ajo duhet marrë prej përvojave të tjerëve mësimin, por pa trashëguar sëmundjen dhe duke ndërtuar metodën e saj. Pranin pa klientelizëm, dëgjimin pa teatr, organizimin pa burokratizimin, ndihmën pa kushtin dhe digitalizimin pa robotizimin dhe as kapitalizimin. Dhe këtu vjen një pyetje që me siguri mbase askush nuk e bën në këtë sallë, po e bën njerëz që janë duke na ndjekur. Po pse doni të qëndroni ju akoma më gjatë? Po pse si ju mjaftojnë juve gjithë këto vite? Po pse nuk e kuptoni që është koha që të thoni boll dhe t'ja lini vendin të tjerëve? Ose edhe më shkurt mund mos ta bëjmë fare si pyetje, po ta shprehin copë si dëshirë apo si urdhër, gjë që zëre se po i lexoj në komentet që bëjnë, po çfarë më gjatë, po inshallah vdisni një orë më parë dhe ju hapni rrugë të rinjve, po çohuni që aty dhe shkojnë nëpër shtëpia, se sjeni vetëm ju këtu. Tani pyetjet janë legjitime, dëshirat me zë të lartë dhe urdhrat kështu në ajër janë shprehje lirie, kurse mallkimet dhe sharjet unë nuk i konsideroj sepse janë konflikti shumë fisht interesi. Por do shtoja diçka që pas 13 vjetësh në qeverisje, pse doni të qëndroni akoma, është ndoshta pyetja më legjitime që mund të na bëhet. Por këtu duhet ndajmë dy gjëra që nuk janë e njëjta gjë. Njëra është pse nuk largohemi ne sot. Tjetra është pse duam ne ta meritojmë vazhdimsi nesër. Spari duket e çuditshme që duhet thënë, por me sa duket thënë që kjo është demokracia dhe një parti politike as nuk e trashëgon dot timonin e pushtetit, as nuk e ka pronë me testament, po as ka të drejtë ta lëshoj rrugës sepse disa të tjerë duan ta ngasin vetë makinën e pushtetit. Partia Socialiste ushtron pushtetin sipas kushtetutës për aq kohë sa populli ja ka dhënë dhe për aq kohë sa ka votat në kuvend për të bërë ato për të cilat është zotuar përpara popullit. Ata thonë se flasin në emër të popullit. Madje pretendojnë se janë vetë populli. Ne jemi populli, dëgjoni popullin, ka dalë populli, por që të jemi të qartë me ligj dhe me zakon, as ata nuk janë populli, as ne këtu nuk jemi populli, dhe as një individ, kushdo qoftë, apo grup, kudo qoftë, nuk është populli. Të gjithë jemi vetëm pjesë të tij, mund të përfaqësojmë popullin ose të flasim në emër të popullit vetëm nëse ai na e jep këtë mandat sipas kushtetutës. Përndryshe, ne flasim vetëm në emrin ton apo të kujdo që na ka mandatuar të përfaqësojmë ndonjë gjë, po jo në emër të popullit. As unë që e kam me vull dhe me firmë mandatin për ta përfaqësuar Shqipërinë në emër të popullit, nuk e kam tagrin të them në emër të popullit atë që mund ta thotë vetëm populli. Kush duhet jetë në qeveri dhe kush duhet jetë në opozitë. Këtë populli e thot vetëm vetë. Vetëm me votë dhe vetëm kur zgjedh të mandatuarit e tij. Nga ana tjetër, po unë për shembull e kam tagrin të vendos për veten time nëse duhet t'i dëgjoj apo jo dëshirat dhe urdhrat e një pjese që këndon për zyrës time, Rama jepet dorëheqjen. Ajo këngë mua më pëlqen dhe më energjizon aq shumë sa t'ju them drejtën, më gënjen mendja që mund të bëj një tjetër këngë
me të. Por në çdo çast dhe rrethan, përtej këngës të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica, vetëm sepse një pakic bërtet në kor nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjësish institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje, një përgjegjësie shumë të madhe. Ndërsa të largohesh pikërisht sot nga udhëheqja e vendit, duke lënë në rrugë misionin historik që fati e vuri mbi supet tona, do të ishte edhe shpërfillje e pafalshme e një porosie shumë të madhe kombëtare. Kështu që kushdo le të këndoj, kur të doj le të pushoj, po i erdhi prap oreksi të rifilloj, misioni ynë do vazhdoj deri kur të mbaroj me vendosjen e flamurit të Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit në oborin e Europës Bashkuar. Unë ju a kam thënë midis nesh dhe herë tjera, mua nuk më intereson fare roli i kryeministrit si koqëndrim në pushtet. Më intereson vetëm për veprat që mbeten dhe për të mos e humbur në asnjë mënyrë orën vendimtare të Shqipërisë. Për mbylljen e antarësimit në familjen e Europës Bashkuar. Nëse nuk do të ishte urgjenca e përditshme e detyrave të panumërta të antarësimit, të cilat nuk presin as ditën, jo më javën, kaq e ngjeshur është agenda e negociatave dhe kalendari i detyrave që ne duhet plotësojmë, si dhe nëse dera e hapur për herë të parë e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, jo vetëm me fjalë si gjithmonë më parë, po konkretisht, nuk do të ishte kaq afër, me shumë gjas, do isha tërhequr me shumë mirënjohje të madhe në katundin tim të vogël, pas 12 vjetëve të jetuara me mish dhe me shpirt në krye të detyrës më të lartë që vendi i jep një bir i tij dhe pas gjithë këtyre viteve në krye të Partisë Socialiste. Sepse Shqipëria, pas atyre 12 vjetëve të Partisë Socialiste në drejtim, me punët e panumërta transformuese dhe përtej gjithë gabimeve dhe të metave, u bë një Shqipëri aq tjetër nga ajo që morëm në kuriz kur e gjetëm në buzën e Germinës së vitit 2013, sa që pa këtë orën e historisë në dyert e Europës, mund të quhej me kokën lart misioni përmbushur. Po pikërisht pas gjithë asaj përpjekje dhe pune kolosale, dhe tamam kur dera e Europës është hapur realisht, mandati i 4 ishte jo vetëm vazhdimi më i natyrshëm, po e vetmja zgjedhje logjike. Dhe deri në ditën e fundit të këtij mandati të 4, bashkë me ju do të bëjt pamundurën që jo vetëm unë apo ju, po e gjithë kjo partia jonë, të nxjerrë gjithçka nga vetja për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por nëse mandati i vitit 2025 shpjegon pse jemi këtu deri në vitin 2029, ai nuk mjafton për të shpjeguar pse kjo parti duhet ta synoj besimin edhe më tutje. Dhe këtu vjen përgjigja e pyetjes tjetër, pse duam të qëndrojmë ne gjithnjë në krye. Jo sepse HPR ne dim më shumë se të tjerët,
Jo sepse sot për sot vetëm ne mundemi ta udhëheqim Shqipërinë, jo të tjerët, jo sepse nesër do jetë prapë kështu pavarësisht nga të tjerët, as sepse kundërshtarët tanë janë pa kokë kur janë të vjetër dhe janë të vjetër edhe kur janë të rinj, pas jo, sepse jemi të vetë lidhur pas karrigeve të pushtetit për hir të pushtetit. Përgjigjja e vërtetë e mund nuk ka të bëjë vetëm me ne. Ka të bëjë mbi gjithçka tjetër në atë që thash edhe më parë, me orën ku ndodhet Shqipëria. Shqipëria nuk është sot ende një vend në një rrugë të zakonshme që mund të ecë, mund ndaloj, të ndroj qeverinë, të vazhdoj pastaj aty ku e la, sikur kohat mos kishte çmimin që ka sot në këtë orë të historisë, dhe historia të ishte një tren që rin stacion derisa të gjithë bien dakord të niset treni. Demokracitë e vjetra janë vende ku kjo mund të ndodhë, sepse ato e kanë shtetin të ngritur den baba den. I kanë institucionet me